Po është normale që do të kemi një fitues, po në varet se sa do të jetë përqindja e fituesit, dhe ajo më pastaj do të përcaktoj kohën e proceseve politike, do të shkojmë, do të jemi peng të këtyre krizave permanente politike që do të dështohet në krijimin e institucioneve të reja dhe pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, apo do të gjendet një rrugdalje dhe të jepet fund këtij cikli një vjeçar thuajse të pamundësisë së krijimit të institucioneve qendrore prej zgjedhjeve të 9 shkurtit. Ne tash duhet ta themi hapur dhe qartë se cilat janë arsyet që kanë rezultuar në këto zgjedhje të jashtëzakonshme. Sipas kalkulimeve të lëvizjes vetëvendosje, shihet qartë se hyn me pretendimin që do t'i fitojë mbi 50% të trupit elektoral të atyre që votojnë në Republikën e Kosovës, dhe me këtë ka shpresë do të jetë në gjendje që e vetme pandimen e partive tjera dhe subjekteve tjera parlamentare të jetë në gjendje të krijojë institucionet. Kjo është pak a shumë edhe narracioni edhe i Albin Kurtit dhe në përgjithësi i lëvizjes vetëvendosje, se na duhet një fitore më e madhe, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të zhbllokohet shteti. Në anën tjetër, unë jam i bindur që subjektet tjera parlamentare do thotë shkojnë në këto zgjedhje me shpresën që spaku do të mund ta ulin nivelin e përqindjes së lëvizjes vetëvendosje të paktën në 40 deputet. Sa do të kenë sukses në këtë drejtim mbetet të shihet, mirë, po këto janë dy kalkulimet kryesore që qëndrojnë në thelb të zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme parlamentare që do të mbahen me 28 dhjetor. Po realisht nëse gjykojmë në bazë të sjelljeve të deritanishme, lëvizja vetëvendosje nuk ka pasur vullnet të krijojë koalicion me subjektet tjera parlamentare, sepse po ta kishte pasur këtë vullnet, po ta kishte pasur këtë synim dhe këtë qëllim, ajo ka mund ta bëjë edhe me rezultatin e arritur me zgjedhjet e 9 shkurtit. Subjektet e tjera parlamentare nuk është që kanë dhënë shenje, nuk është që kanë dhënë do thotë një farë mundësie që janë të gatshme që të krijojnë koalicion qeveritar edhe pa lëvizjen vetëvendosje për ta lënë këtë në opozitë ndërmjet veti. Natyrisht nuk duhet përjashtuar një mundësi hipotetike. Këtë po e lëmë si opcion të hapur që subjektet politike nëse do ta kenë këtë rezultat, atëherë do të mund ta përdorin si justifikim para elektoratit dhe bazës së tyre partijake për koalicione të ardhshme qeveritare në çfarë do mënyre, do thotë qoftë të Lidhjes Demokratike të Kosovës apo të Partisë Demokratike të Kosovës me lëvizjen vetëvendosje, por dhe të lëvizjes vetëvendosje me njërin prej këtyre subjekteve. Kujdo që komi konvenu blokada si që ka qenë, kjo është me i bërë dënë vendit. Dhe unë konsideroj që edhe subjektet politike, edhe liderët e tyre do duhet ishin ndërgjegjshëm ndaj nevojave cilat i ka Kosova dhe qytetarët e saj, e sidomos humbjet që i ka pësu viteve dhe kohëve të fundit si pasojë veprimit lidershipit politik në Republikën e Kosovës, si sidomos subjekteve cilat pas 9 shkurtit kishin disa privilegje, përrjedhoj edhe obligime dhe detyra dhe cilat nuk i kryejnë si duhet, dhe kemi edhe këtë proces të parakohshëm zgjedhor të 28 dhjetorit. Konsideroj që do të kemi gjithsesi sipas një renditje, jo me fitues absolut siç ishte viti 2021, mirë, po do të kemi gjithsesi këtë renditje 1-2-3, dhe kemi tani edhe shërshmëritë edhe kushtetuese dhe ligjore. Besoj fuqishëm që kemi një pozicion shumë ndryshe dhe gjithmonë është e shpresa që megjithatë do të ketë një maturi politike ndaj obligimeve të cilat i kanë lidershipi dhe subjektet politike në raport edhe me qytetarin, edhe me votuesin, po edhe me shtetin. Vazhdoj të jemi mendimit që duke i pas parasysh nevojat të cilat i ka Kosova dhe obligimet, qoftë ndaj qytetarit, qoftë ndaj aleatëve dhe faktorit ndërkombëtar dhe obligimet ndërkombëtare, sidomos këtë po flasim për pajtimin e ndodhur në Bruksel dhe në orë viteve të kaluara, më pastaj për marrëveshjet të tjera të cilat kanë qenë kishte më qenë e mirë, diçka të provojë pa provuar, siç mund të ishte një partneritet mes lëvizjes vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Në aktualitet duke ndoshta e pamundshme, mirë po kishte më qenë rekomandimi më i mirë ndoshta për të ecë përpara drejt obligimeve, ku kemi të bëjmë me një subjekt politik që ka qenë shtet ndërtues dhe me një subjekt politik që provon të prezantohet si shtet formues dhe përrjedhoj do të kishim një kombinatori të pranueshme për të jetësuar edhe obligimet që i ka Republika e Kosovës.